Në qendrën klinike universitare të Kosovës, ose vjen si pacient, ose vjen si kujdestar i pacientit dhe të afërmit i cili ka nevojë. Andaj, kur qëndron këtu më shumë se një javë, e din vlerën e shëndetit, e kupton qartë se sa është e rëndësishme që të jetojmë shëndetshëm, sa është e rëndësishme që Zoti të ka jap shëndet dhe gëzon fizik të mirë. Dhe në të njëjtën kohë e din vlerën e kohës. Dhe jo rastisht për këtë arsye, edhe duke qëndruar këtu më kujtohet hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot dy gjëra janë shumë të vlefshme, por njerëzit nuk u din vlerën. As-sihhatu wal faragh. Shëndeti. Andaj këtë hadith më së miri njeriu e përjeton kur vjen në qendrën klinike universitare dhe qëndron më shumë se një javë, gjithsesi e kujton dhe mëson mirë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të thënë para 1500 viteve. Assalamu alaikum.